ndërhyndi. Ilir, si ke po kampionatin deri sot, çka ka pas befasi për ty? Ku ke prit? Nuk kam mujt me i përcjell gjitha ndeshjet për shkak edhe të orarëve që janë shumë vojnë natën, kjo po na penalizon pak, po me atë sa kam përcjell, nuk i kena po këto kombëtarët që shë përmeni dhe jetojnë në Anglinë, Portugalinë, Argentinën. Po për me befasu, pak më ka befasu ju për të mirë Holanda, sepse të pos parasysh emna që i ka në vit mbrojtjes i ka marrë 2 gollat letë, për menimin të letë të evitushëm me Japonin, që nuk e kom prit prej Holandës e shëp të pjesa e pesës favoritëve për nalë, kurse këto ndeshje tjera të disa kundërshtarë të këtu kombëtarët e vogla shihet që ka progres në futboll dhe janë shumë papërshtatshme në momente. Heq Gjermaninë, që Gjermania ka një prej trajnerave që për mendimin tim është prej më të mirëve, edhe nëse nuk e ka ekipën që na mësu me pas Gjermani përpara me hyje, tani e ka në dorë trajneri që ma mërmendje e ka idetë e qarta se qysh mendon me lullojnë për me mëri dhe të finalja kampionat. Kepi Gjelbër, na i shkaktoj befasi më të madhe. Kepa Gjelbër, bëjarën e Kepa Gjelbër. dje pram